Jemi rikthyer në studio, do flasim për shëndet e sot, do ndalemi tek dhimbjet e stomakut që për hir së vërtetës janë një shqetësim i zakonshëm që prek në momentet të caktuara njerëz të ndryshëm gjatë jetës tonë. Ato mund të jenë rezultat i faktorëve të ndryshëm që vijojnë nga çrregullime të lehta e deri në sëmundje më serioze. Problemet më të shpeshta të stomakut janë gastriti, ulcera peptike, sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe kanceri i stomakut. Por kush jemi ne në fund të ditës për të folur për dhimbjet e stomakut? Da duhen specialistët, përfaqësuesit, mjekët e fushës që na vinë në ndihmë dhe marrin informacione të konfirmuara sigurisht që lidhen me një problem që mund na kanoset her pas here. Me ne në studio sot zoti Husni Dede, gastroenterolog. Mirëmëngjes, mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjetë kohë. Doku, themi doku, doktor. Patjetër. E nisim me problemet më të zakonshme, por do doja ta nisim bisedën me sjelljet e gabuara që ne kemi kur vjen puna tek stomaku. Okej, nisim me sjelljet e gabuara. Të gjithë rrëmbehemi, le të themi, nga jeta e përditshme, nga vrulli i përditshmërisë, dhe ajo që bie më shpesh në sy është mënyra e të ushqyerit. Jo vetëm llojet e ushqimeve, por edhe frekuenca e të ushqyerit. Pra, të gjithë ju që jeni në zyrë ose në përgjithësi administrata, po edhe persona të tjerë që kanë orë të gjata pune, detyrojnë ndonjëherë që vaktin e pasdites ta quajnë një vakt ditor të mëngjesit, të drekës dhe të darkës. Kjo është diçka shumë e gabuar, sepse në momentin që ushqesh sa për 3 vakte, kuptohet që ke një vështirësi të kontrollit të sasisë ushqimit. Dhe kjo sasi e madhe mund të shkaktoj një distension të stomakut, pra një zgjerim, dhe duke krijuar patjetër edhe presionin dhe shkakton atë që quhet refluksi gastroezofageal, ose siç e njohim ne të gjithë urtha, që thonë. Kështu që është e rëndësishme pra ngrënia shpeshherë dhe nga pak sasi, në mënyrë që të mos krijojnë këto problematika, po dhe stomaku të ketë kohën e nevojshme për të kryer ato proceset fiziologjike. Sa herë në ditë duhet të ham, sepse dëgjojmë persone të ndryshme në për internet me që të zhburim informacione. Shiko, zakonisht 3 vakte duhet të hahen. Pastaj mënyra apo lloji i ushqimit që përzgjedh është çështje më vete. Te persona që kuptohet diabetikët që kanë një pareza gastrike që quhet, pra ata stomaku i tyre nuk është fiziologjikisht njësoj si tek një person normal, pa diabet. Kuptohet që prandaj thuhet që ka dhe disa vakte të ndërmjetme, pra ajo vakti i mëngjesit, midis mëngjesit dhe drekës, dhe një vakti i pasdites që është zemra, të cilat jo vetëm që ndikojnë në rregullimin e metabolizmit të glukozës, të sheqerit, por ndikojnë edhe në pjesën e zbrazjes normale të stomakut. Oraret? Cila është diferenca midis vaktit parë, vaktit 2 dhe 3? Nuk është se duhet jemi strikt në orare, domethënë njeriu në varësi të fillimit të aktivitetit ditor do të përshtasë edhe mënyrën e të ushqyerit, por është e rëndësishme që të mos abuzojmë edhe me llojin e ushqimeve, sepse kuptohet që ditët e sotme urbanizimi apo zhvillimi i jetës së përditshme ka bërë që edhe të abuzojmë ndonjëherë me fast foodet apo me ushqime pikante, të cilat janë patjetër e japin me njëra të impaktin e tyre në simptomat apo shenjat e sëmundjeve gastrointestinale. Doktor, sa i rëndësishëm është lokalizimi i dhimbjes në stomak për të kuptuar edhe problematikën, se ne mund të kemi edhe infeksion të veshkave dhe të kemi një dhimbje në stomakut, mund të kemi gur në tëmth, mund të kemi gjithashtu gripin në stomakut dhe nuk kemi të qartë problematikën, nisur nga përcaktimi i zonës ku kemi dhimbje. Mund të themi që është edhe shumë e rëndësishme, po ndonjëherë edhe nuk është e rëndësishme, në kuptimin që simptomat të çdo pacient janë shumë individuale. Në praktikën e përditshme klinike, ne gastropatologët, sigurisht një pjesë e mirë e jona jemi dhe endoskopisë, pra që kryejmë procedurat e ezofago-gastroduodenoskopisë, ose thënë rëndom në zhargonin e përditshëm sonda e stomakut, edhe gjithashtu dhe kolonoskopim, po ne shohim në praktikën e përditshme që
shpesher simptomat nuk përputhen me atë që ka pacienti. Pra një pacient mund të ketë simptoma dhimbje të tmerrshme dhe kur ne eksplorojmë nga ana endoskopike shohim që ai ka vetëm një gastrit të thjeshtë që nuk e justifikon këtë simptomatik. Ka pacient që nuk është se shprehen shumë që të kenë një simptomatik apo një bezdisje kaq të madhe të dhimbjes dhe shohim ulçera që mund të jenë të frikshme. Pra, kjo lidhet edhe me subjektivizmin që ka çdo individ. Pra, dikush e përcjell më tepër dhimbjen, dikush e mban, nuk e tregon, pra këtu ka shumë komponent që mund të diskutojmë. Por e rëndësishme është që një dhimbje e stomakut, që sidomos edhe në këtë periudhën e pranverës, e cila ndikohet nga ushqimi. Pra, ajo është një dhimbje urije shpeshherë, e cila qetësohet disi nga ushqimi dhe pastaj pasi ushqesh, qetësohet për momentin dhe fillon jep dhimbje përsëri. Shpeshherë edhe në natën mund ta zgjojë pacientin nga gjumi. Pra, duhet na shkojë mendja për një ulçer, sepse është dhe sezonaliteti. Pra, e thamë që ulçerat kanë një karakter sezonal, periodik, pra pranverë dhe vjesht. Pra, duhet na shkojë mendja dhe vetë pacienti duhet drejtohet patjetër tek mjeku, nuk duhet ta durojë këtë dhimbje. Por në një pjesë të madhe të rasteve dhimbjet epigastrike mund të tregojnë dhe diçka tjetër që nuk ka lidhje me stomakun. Dhe prandaj shpeshherë në praktikën e përditshme klinike bëhen diagnoza diferenciale, qoftë me një infarkt akut të miokardit, qoftë me një apendicit akut, i cili patjetër manifestohen me dhimbje epigastrike. Pra, duhet patjetër çdo pacient që përjeton një dhimbje stomaku duhet të drejtohet patjetër tek mjeku. Jo ta vetë mjekoj, sepse një pjesë e pacientëve drejtohen tek, për të mos thënë tek komshiu që i ka bërë mirë ky ilaç, bëjmë një shaka, domethënë, por drejtohet tek farmacisti ose tek një individ që mund të jetë personel mjekësor, por mund të keq mjekohet, mund marrë një mjekim që... Cili është efekti i ilaçeve vetmarra pa rekomandimin e mjekut? Mund ta përkeqësojë akoma më shumë situatën? Në lidhje me këto që unë thash pak më sipër, me diagnoza diferenciale, është shumë e rrezikshme që një pacient i cili ka një dhimbje që e percepton si dhimbje stomaku, ndërkohë që ajo fsheh një infarkt akut miokardit, kjo është fatale, sepse ai trajtohet për stomakun, po themi 2-3 ditë dhe pastaj bën infarkt. Ose një dhimbje tjetër që manifestohet si e fortë epigastrike, pra e stomakut, shoqërohet shpeshherë me të vjella, pacienti shkon në farmaci, merr antiinflamator jo steroid, pra duke marrë qetësues të dhimbjes apo painkillers si quhen në literaturë. Por pa kuruar problemin. Dhe në këtë rast ai fsheh problemin e vërtetë që mund të jetë një apendicit akut. Dhe pastaj shkon në urgjencë në fazën e një peritonitit të generalizuar. Pra, është komplikuar më shumë situata. Doktor, në qoftë se marrin shpesh këto antiinflamatorë, pra qetësues, painkillers, mos ndoshta dëmtoj mukozën e stomakut, edhe nga ana tjetër thjesht përkeqësojmë ndoshta një problem që ka nevojë për një tjetër kurë, sepse dim në praktikën e përditshme njerëz që në momentin që kanë një ngacmim dhimbje të stomakut, gjëja e parë që marrin është një antiinflamator dhe problemi vijon. Është një rreth vicioz që nuk ka krye. Është shumë e gabuar shpeshherë, madje ne na vijnë raste ndonjëherë që ai përdor për të qetësuar dhimbjen e stomakut prej 10 ditësh, po themi, përdor këto që sapo ju thatë, antiinflamatorët jo steroid, pra grupi ibuprofenit, diklofenakut, ose ketoprofenit, pra në terma më konkret, si që i kanë dëgjuar në përditshmëri, oki, apo rapidol, apo ku dëgjohen këto emrat tregtar, dhe ata, edhe në qoftë se kanë pasur një gastrit erosiv, mbas përdorimit, po themi, për 2 javë, po pa kriter, nga 3 oki në ditë, po themi, ketoprofene, ata mund vinë në fazën e një ulçere pastaj. Pra e kanë komplikuar, e kanë agravuar më shumë problemin. Pra nuk është zgjidhje që të vetë mjekohesh. Duhet drejtohesh tek mjeku, Sigurisht. Mbi rëndësinë e problematikës që ke, shpeshherë, prandaj kanë dalë ekzaminimet, prandaj ka evoluar mjekësia, prandaj edhe teknikat diagnostikuese janë perfeksionuar, pra
bërja e gastroskopisë tregon më sakt, më konkretisht nga ana vizuale dhe makroskopike e stomakun. Pastaj ka dhe probleme që mund të futesh në çështje mikroskopike, pra nëse shikon një gastrit apo një ulcer, apo gjithmonë duhet shkoj mendja për një lloj bakteri i cili është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për vetë faktin e paraqitjes së simptomave të pacienti, por edhe për ecurinë e mëtejshme. Ai quhet Helicobacter pylori. Të gjithë kemi dëgjuar, edhe unë e shoh në praktikën e përditshme, edhe vetë pacientët lexojnë, kanë informacione. Por kur ne ju themi që duhet ta testosh, dhe shpeshherë pacienti e teston në mënyrat e veta, duke pa pyetur, bën një analizë gjaku që nuk është se ka ndonjë sensibilitet shumë të madh. Dhe kur ne ju themi për ta marrë nëpërmjet biopsisë, menjëherë ka një stepje, tremben, kujtojnë që biopsia është një fjalë që i korespondon vetëm sëmundjeve maligne, pra kancerit. Jo, nuk është ashtu. Marrja e biopsisë është një nga metodat më të mira të izolimit, sepse e tregon Helicobacter pylorin drejt për drejt nëpërmjet ngjyrosjes dhe e shef në mikroskop. Pra është një metodë shumë e saktë, e cila të ndihmon më pas në mjekimin e patologjisë dhe në shërimin e kësaj patologjie në saj edhe të zhdukjes së Helicobacter pylorit. Dhe duke zhdukur Helicobacter pylorin, ti zhduk rekurencën e patologjisë, po themi të rikthimit të ulcerës, por edhe riskun për të bërë një patologji maligne në të ardhmen, pra për të bërë një kancer, po themi, i stomakut apo patologji të tjera se që janë limfoma. Doktor, në qoftë se do klasifikonit një ushqim që kategorikisht thoni nuk duhet konsumohet nga askush, ndikon drejt për drejti në stomak, cili do ishte? Shiko, nuk mund ta themi këtë, sepse të gjitha ushqimet janë prodhuar për t'i konsumuar, nuk janë prodhuar që ne ta ndalojmë. Por në varësi të patologjisë, ne do përshtatim edhe dietën. Shpeshherë unë kam parë pacientë që vinë, bëjnë dieta jo për të dobësuar me dozat mëdha limoni apo uthull, molle, apo shoqërojnë dhe me një udhër, thonë, për të vrarë bakteret. Po këto acarojnë shumë mukozën e stomakut. Pra, mënyra se si ushqehemi ndikon edhe në agravimin apo në theksimin e simptomave të një patologjie që ne kemi. Pra, nëse ti ke një ulcer apo një gastrit dhe vazhdon të përdorësh ushqime hiperacide, patjetër që do e agravosh ulcerën. Ndërkohë që kjo nuk ndodh në një njeri normal, i cili në sasi të nevojshme të limonit apo të uthullës në salat apo ku mund ta përdori, se nuk pihet në sasi të vogla. Sasi të vogla, patjetër nuk është se bën ndonjë dëm. Po pikante, ushqimet pikante, ne si popull i pëlqejmë. Edhe ushqimet pikante kanë një rol shumë të rëndësishëm. Madje ushqimet pikante ndikojnë jo vetëm në traktin e sipërm tretës, pra stomaku, po ndikojnë edhe në traktin e poshtëm dhe gjithë e kanë parë që gjatë përdorimit pa kriter të ushqimeve pikante, apo spicy food, si që një literatura anglosaksone, kanë probleme dhe me jashtëqitjen, pra me pjesën fundore të traktit tretës, pra me regionin anal, ku mund të shfaqen edhe hemoroidet. Pra, janë disa ushqime të cilat agravojnë problematikën që ke. E fundit, alkooli? Alkooli është patjetër. Alkooli, domethënë ne gjithmonë ju themi pacientëve që nëse duam një trajtim të suksesshëm, qoftë kur japim antibiotikët për Helicobacter pylorin dhe qoftë çdo lloj mjekimi, alkooli jo vetëm që domethënë ndryshon apo ndikon në eficiencën e medikamenteve, por drejt për drejt ndikon në mukozën e stomakut, duke mbajtur gastritin gjallë, duke krijuar ambientin acid të nevojshëm për Helicobacter pylorin, atë bakterin që unë thash, dhe që për hir të së vërtetës zbulimi i Helicobacter pylorit ishte një sukses më vete në mjekësi, sepse dikur mjekoheshin ulcerat, të lem atë pjesën që nuk kishte as mjekime tamam në vite, bëhet fjalë para viteve 80, po në vitet 82 ishte një shkencëtar australian që quhej Marshall, dhe kishte mbiemrin, edhe pse në moshë shumë të hershme, domethënë ishte 31 vjeç kur ai zbuloi praninë e Helicobacter ose izoloi Helicobacter pylorin në kulturë, pra
e tregoj që ky ishte një nga shkaktarët e gastriteve, ulcerave dhe karcinogenezës së stomakut, pra në kancerin e stomakut. Kështu që atëherë filluan që të trajtoheshin të gjitha patologjit gastrike që kishin Helicobacter pylori me antibiotik. Pra, trajtoheshin me antibiotik në mënyrë që të zhdukej ky bakter dhe sigurisht që rezultatet ishin shumë të mira në pjesën tjetër të jetës. Në ecurin, në diagnostikimin edhe kurën e saktë. Mirë, doktore, do në kam një pyetje të fundit, përmendët pak më herët sondën. Teknologjia, a ka evoluar mjaftueshëm që të kemi mënyra të reja diagnostikimi, se sa sonda, për ta bërë më pak të sikletshme për gjithë pacientët, ne e dim shumë njerëz stepen thjesht për të mos përjetuar sondën. E kuptoj, po teknologjia dhe mjekësia ecin paralel, dhe janë zhvilluar. Tani, për fat të keq për ata që nuk duan të bëjnë sondën, sonda e stomakut ose gastroskopia ngelet golden standard, pra standardi i lartë i diagnozës së sëmundjeve të stomakut. Duan apo nuk duan ata, duam apo nuk duam ne. Tani, perceptimi i frikës është pak i egzageruar dhe lidhet me të shkuarën, kur kjo teknologji nuk ishte përparuar kaq shumë, sepse aparatet e parë të gastroskopisë kanë qenë ndoshta me diametër pak më të madh, më të gjerë, kanë qenë me metoda që nuk e shifje më në ekran, po e shifje me metodën okulare, që mjeku kishte një farë vështirësie gjatë eksplorimit të stomakut. Ndërsa teknologjia e sotme ka zhvilluar aq mirë, sa që jo vetëm diametri fibrogastroskopit është perfeksionuar, është më i vogël. Jo vetëm ekranet tashmë janë, po themi, 4K me rezolucione, me diferencime dritash që ti mund të diferencosh një lezion, qoftë edhe nga ndryshimi i dritave të aparatit dhe të dyshosh për një patologji malinje, kancer që në fazat e hershme, apo ka teknikat të tjera që janë high resolution, pra janë me rezolucion shumë të lartë, sepse zhvillimi, ajo është në parim ka një kamerë dhe zhvillimi i kamerës, i teknologjisë filmit, po e quaj, pra sikurse ne marrim celular çdo ditë me më shumë megapiksel, ashtu perfeksionohet edhe pjesa e endoskopisë apo e aparaturave. Dhe një tjetër komoditet që pacientët mbasi kryejnë këtë ekzaminim pendohen që kanë pasur kaq frikë, është mënyra e sedacionit. Pra, tani ka metoda moderne të sedacionit, zakonisht përdoret një lëndë e cila quhet propofol dhe ka një efekt shumë të shkurtër dhe jep një efekt sedativ goxha të kënaqshëm për pacientin, aq sa ndonjëherë me shaka pacientët na e kërkojnë ta kemi me vete thonë dhe pak sepse bëm një gjumë shumë të rehatshëm. Dhe në disa raste të tjera ata nuk e kuptojnë fare që e kanë bërë ekzaminimin dhe na pyesin që pse nuk po fillojmë ekzaminimin. Pra është shumë komode. Pra më poshtet ajo frika që diagnostikimi s'ka qenë asnjëherë më i thjeshtë se kaq në kohët që jemi. Doktor, faleminderit shumë për kohën dhe informacionin e vyer për gjithë publikun tonë të mëngjesit. Suksese në vazhdimsi. Kënaqësi, faleminderit edhe për ju detyrë të mbarë. Ndërkohë, ne kemi mbërritur në fund të këtij segmenti, do shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak për të folur për politikë. Qëndroni me ne.